Kam një djalë dhe u bova 3 vjet e gjysmë që nuk kam ngel 7 zën. Vjera ime ka shku në tyrbe dhe shehu i ka thënë që merre një pe dhe lidhja te barku kur të flenjsh. Edhe burrit, pra një pe mua dhe një pe burrit. Unë nuk i besoj këtyre gjërave. Mirë po vjera po më thot pash Allahun bëje. Se do të ndihmoj dhe unë ja bëj rash, po faktikisht nuk e vej. Vajtja ke këta njerëz, siç është rasti vajtja në tyrbe tek shehu dhe shehu thot lidh pej me nyja, kjo është shirk, i dhujtari. Neve nuk në lejohet si musliman të shkojmë në vende të tilla, nuk në lejohet. Allahu thot në Kur'an: "Wa anna al-masajida lillah", xhamiat janë ngrit për Allahun, xhamiat. Nuk ka gjë tjetër, nuk ka përmend Zoti alternativë B për muslimanët. Muslimanët shkojnë në xhami. E para kjo. E dyta, ky thot lidh pej me nyja. Do të thonë magji e pastër. Magji e pastër. Kështu që këtë pejin me nyja lidhjen e këtij babashehut, inshallah ngel 7 zonë ky. Sepse në Islam kjo gjë është shirk, është magji. Kështu që sa më larg këtyre njerëzve dhe sa më larg këtyre vendeve, ne kemi xhamiat. Nuk ekziston në Islam objekt tjetër kulti dhe adhurimi për Allahun përveç xhamisë. Thot Zoti në Kur'an në surën El-Jin: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada." Xhamit janë vendet e ngritura ose objektet e ngritura për adhurimin e Allahut, e bashkë me Allahun mos i lut askujt tjetër. Aty në objektin për cilin ju flisni, aty i bëhet shok Allahut, haptas, dukshëm dhe pa dukshëm, haptas dhe fshehurazi. Shirku vu, idhujtaria vu, paganizmi vu. Kështu që larg këtyre njerëzve. Larg këtyre njerëzve. Ajta ka thonë qartë fare, pej me nyja. Allahu çfarë thot për nyjat në Kur'an? Në surën El-Falaq: "Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad." O Zot, më ruaj prej së keqes së atyre që fryn në nyja. Allah i ka përmend në Kur'an. Po çfarë ti bëj, thot, a bën me ja bë vjerës rrafsh, pra mi thon po, pa merak do ta vejnë për shemb. Unë mendoj që këto fijet e perit me nyja që keni marrë nga babashehu, me ja lidh babashehut. Po s'pranoj babashehu me i lidh, atëherë merrni këto perat me nyje dhe futin në ujë të kënduar. Dhe ky ujë kënduar duhet të ketë brenda uthull, krip, me i knuca sure nga Kurani edhe me i zgjidh nyjat aty mrena. Dhe pastaj me e derdh ujin, me e lënë për ca kohë, me e derdh ujin edhe pastaj me i djeg këto fijet që ju janë zgjidhur nyjet. Nëse nuk ka mundësi njeriu me i zgjidh ato nyje se mund të jenë shumë të forta apo të vogla, atëherë priten nyjet në mes, praf, aty ku është nyja, kputet nyja, po në ujë brenda. Në ujë brenda.